Elisa Spiropali ka reaguar mjaft ashpër lidhur me një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste ku zoti Rama e ka kërcënuar me përjashtim. Përmes një reagimi ditën e sotme në rrjetin e saj në Facebook, Spiropali ka pasur mjaft kritika ndaj qeverisjes Partisë Socialiste dhe atë kush e drejton Partinë Socialiste pra zotit Rama. Për folur mbi këtë zhvillim kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Fatmir Markoçi, analist. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Si u duk reagimi i zonjës Spiropali ndaj zotit Rama? Reagim i cili nëse do të ishte në momentet kur Elisa Spiropali apo çdo kush tjetër do ta bënte në momentet kur ishte në post drejtues të Partisë Socialiste, do ta merrja tepër seriozisht dhe do thoja që pas ka një të vërtetë të brenda. Por çuditërisht të gjithë këta reagojnë pasi largohen nga posti, pasi ikin nga posti. Dhe duket një reagim më tepër personal, individual, inaçor, atë kam thënë edhe në fillim të përplasjes që ka filluar ndërmjet Spiropalit dhe Ramës. Dhe kam thënë është një inaçore, nuk prodhon asgjë. Nuk është gjë që prodhon dhe themi që po bën këtë veprim se do t'i sjellë dobi politikës në tërësi apo dhe vetë Shqipërisë. Më duket që sikur Elisa Spiropali ankohet tek Rama dhe i kërkon falje partisë. Pra Spiropali kërkon që Rama ta fali, ta bëj, pra dhe më duken njësoj si Arbena Metaj apo të tjerë të larguar nga Partia Socialiste, të cilët momentin e largimit në atë moment fillojnë edhe shfryjnë. Kjo ndodh në të gjitha partitë politike, nuk është vetëm te Partia Socialiste, por në të gjithë. Dalim atje ku kam deklaruar gjithmonë që këtu nuk ka politikan. Këtu ne u mushet menja se marrë një karton deputeti, ju duket vetja politikan. Dhe nuk prodhojnë absolutisht asgjë. Po ta marrim Elisa Spiropali, vjen në atë parti, vjen pa asnjë lloj kontributi, nuk ka ndonjë kontribut te Partia Socialiste. Nëse do marrim njerëzit me kontribut, tek ajo parti ka shumë njerëz të tjerë që kanë kontribute në atë parti dhe nuk janë kërkuar. E kupton? Elisa Spiropali tashmë kërkon bëj atë lojën e Fatmir Xhafës, normal është më i vjetri aty dhe e di dhe i fut këta një përdorimshat themi, që përdoren në momentet e caktuar dhe ajo që të bën përshtypje duket sikur kjo tashmë po luan viktimën. Po bën atë viktimën e trimosur. Po nuk është se ka ndonjë mbështetje sepse dihet shumë mirë që partitë në Shqipëri janë të unifikuara tek kryetari, pra çfarë thot kryetari ajo bëhet, në momentin që të largon kryetari, të largojnë gjithë, në momentin që të afro kryetari, pavarësisht se s'ka asnjë lloj kontributi, asnjë lloj vlere, asnjë lloj gjë, ty të pranojnë gjithë bëhen miqëshok. Dhe kjo po ndodhet edhe me Elisën, nuk është në një qamet i madh, domethënë një gjë që do sjellë ndonjë ndryshim tek politika e Partisë Socialiste. Ata do vazhdojnë të njëjtën politikë. Është një teori e asaj partie e cila ka qysh në themelimin e saj i ka eliminimet e personave dhe është ajo parti e cila ka të teorinë që partia bën gjithçka, partia të fal, partia të dënon. Me atë deklarim që bënte Elisa duket sikur thoshte partia ime po më dënon asgjë më tepër. Si shikoni të ardhmen e Elisa Spiropali, do qëndrojë brenda Partisë Socialiste apo do përjashtohet nga kjo parti? Nuk ka dëgjoj, ai nuk është puna se ai e përjashton nga grupi parlamentar, jo nga partia. Partia letëria atje se s'ka ne vlerë se ne në parti. Tash Elisa Spiropali do shkojë ta bëj jetën e partisë dhe ta bëj atje nga Praka, ku diun ku e ka shtëpinë. E kupton? Do shkojë te seksioni, themi, që nuk i prish puna asnjëri, një antare e partisë. Të ngeli thjesht një antare e partisë asgjë më tepër. Nuk jeta politike e Elisës në këto momente mbyllet. Mbyllet jo vetëm se është Rama që e mbyll,
por kështu është mbyllur në të gjithë ciklin e kësaj partie. Në momentin që të ka heq partia nuk ka ngritur më, nuk ringrihesh më, nuk merr më poste. Je e mbaruar në atë pikë. Kjo ka ndodhur në të gjithë, thash, në gjithë politikën shqiptare, në gjithë partitë politike shqiptare, sepse është çështje e kulturës, çështja e mentalitetit. Pra, ne kemi këtë lloj kulture. Është brymosur këtë lloj kulture, është brymosur pikërisht sepse kemi një tranzicion 45 vjeçar komunist i cili nuk ndryshoi dot. Nuk ndryshoi mentalitetin, nuk ndryshoi kultura. Kjo është qasja që kanë, sepse këta nuk janë mësuar të bëjmë politikë. Ti mund të përballesh me qoftë edhe me kryetarin, po kur ke një alternativë, këta nuk është puna se këta përballen me alternativë. Unë nuk e di sot që hiku Elisa Spiropali nga ministre e jashtme, nuk po qeveriset mirë partia, po humbet partia. Po dalin korrupsioni partisë apo X, Y gjëja, sot, apo kjo është vazhdimësi. Po kur ishte vazhdimësi, ishte pjesë e asaj. Dhe duar trokisje, deri i bëre me kallu derisa dole para shqiptarëve the ky është Skënderbeu i Shqipërisë. Tani ky Skënderbeu si doli, sot u bë ky Skënderbeu që të hoqi ty. Prandaj them, këtu nuk ka vizion. Nuk e kuptojnë që nëse ti do të përballesh me alternativën. Jo me atë inatin personal se më hoqet ti mua. Se vërtet edhe mund të heqim, nëse ti hedh një alternativë, nëse ti bën një veprim të guximshëm, nëse ti përplas mendime, por këto mendime nuk përplasen në momentin që ty të heq, dhe ti thua që kjo partia po drejtohet keq apo bëhet keq. Kur tani këtë javë, këto 10 ditë ka kjo parti që po drejtohet keq? Se ka qenë në funksionet shumë të larta të asaj partie. Ka qenë kryetare e Kuvendit Shqipërisë, një cop kalama, drejto Kuvendin e Shqipërisë. Ai që u kam thënë gjithmonë, brezi 30 vjeçar është brezi që do shkatërrojë këtë vend, sepse është brezi që ka shkatërruar këtë vend. Dhe ky lloj brezi po rritet me kulturën e diktaturës, me kulturën e lëpirjes, me kulturën e duartrokitjes, jo të alternativës, jo të bërit politikë, se nuk e njohin politikën fare. Nuk e din se ç'është politika. Pra këta merren me politikë pa ditë ç'është politika. Këta mjafton të marrin dhe të fusin në xhep një karton deputeti, nëpërmjet lëpirjeve, nëpërmjet misive, nëpërmjet parave, nëpërmjet kësaj dhe asaj. Dhe pastaj sa e fusin atë kartonin e deputetit në xhep, ju mushet mendja që janë politikan. Kur realisht nuk janë asgjë. Se nuk kanë prodhuar asgjë dhe nuk prodhojnë asgjë. Dhe kjo është fatkeqësi. Që është fut kjo lloj kulture, vazhdon kjo lloj kulture. E të bërit politik, dhe këta e quajnë, po e shave kryetarin, po i dol, po shave këtë, po shave atë, ti po bën politik. Dhe këta e quajnë politik ta. Nga që s'kan alternativë, nga që nuk kanë bindje, nuk kanë idera. Por kanë thjesht vetëm atë, hajde ta shajmë tash, sepse ky më hoqi mua dhe unë filloj të bëj. I ke pa 2 veta që zihen, megjithëse janë shok, zihen aty baba, kur ndahen nuk flasin. Kjo është kulturë. Sepse edhe zënga fillojnë për budalliqe. Edhe këtu. Kjo, me që më hoqet i mu, nuk vjen grup parlamentar, me që më hoqet i mu, nuk zbatoj vendimet politike të partisë. Dhe pastaj këto e quajnë, domethënë goditje ka shi kryetari, dhe kryetari tash po më heq mu. Prandaj po them që nuk kanë vizion. Janë thjesht manikin, të cilët ose njerëz një përdorimsh, që në këto momente me bindjen time të plot, këto momente Fatmir Xhapa që është më i vjetri aty, Fatmir Xhapa po e përdor. Elisën për të nxjerrë ato mllofet e veta, ato gjërat e veta kaq. Zomer Koçe, a mendoni që ka ardhur koha që
disa figura të rëndësishme brenda Partisë Socialiste të reagojnë ndaj zotit Rama dhe sa të fort janë ata për të reaguar ndaj zotit Rama? Që thua ka figura e parë duhet kemi parasysh njerëz me personalitet. Njerëz me personalitet tek Partia Socialiste nuk shohten që të ketë personalitetin i cili të çohet apo të diskutojë apo të deklarojë apo të bëjë veprime të cilat janë në dobi të vetë partisë. Unë nuk shoh një figurë aty që ta bëj këtë. Dhe duke mos pasur si figurë, duke qenë të bindur që vetë lista e deputetëve bëhet nga kryetari dhe i gjithë entourazhi i Ramës që e rrethon janë të zgjedhurit e tij, sepse mos harroni se kur ka ardhur Elisa apo Erioni apo ky apo tjetri, kanë hik shumë njerëz të tjerë nga partia. Filloi që me Karçislamin e supozojmë, me Malaje, ku di unë se u majme në emrat gjithë. Por, domethënë kanë qenë personalitetet tjera dhe u zëvendësuan me këto kalamajt. Me këto lloj personalitete, të cilat të gjithë dëshirën e tyre, të gjithë atë arritjen e tyre ta e quajnë vetëm po u bëre ministër, po u bëre deputet, deri këtu shkojnë. Nuk kanë kurajë këta sepse nuk kanë bërë asgjë. Jo se Rama ka bërë gjë, kuptojmë drejt. Por Rama ka pushtetin, ka thesën e parave të themi. Dhe tash këta thonë ngelen pa gjë, sepse kështu e konceptojnë. Për ne e kam qenë gjithmonë politik pazaresh. Se këta e konceptojnë, domethënë të qenurit ministër, të qenurit deputet, ke privilegjin që të bëhesh i pasur, të bësh korrupsionin, të marrësh tendera, të bësh këtë, të fusësh njerëzit e tuaj në përvende të caktuara. Mos harroni se Elisa Spiropali ka nisur drejtoreshe e Portit Durrësit në atë post të cilën është akuzuar në atë kohë për një 5 miliard euro. Nuk është pak. 5 milion euro në të akuzohesh. Megjithëse u akuzua, kjo ngrit në detyrë. Pra, i gjithë ajo themi kontributi tyre është korrupsion. Paraja. Sa më shumë vjedhësh, sa më shumë ti servelosish kryetari, sa më shumë të bësh pjesëligje kundër vendit dhe kundër këtij populli, aq më tepër ti ngrihesh lart. Momentin që të heq pastaj ai. Në atë moment, sepse e kanë në stilin e tyre, në mentalitetin e tyre. Mos harroni se në atë kohë mas 40 vjetësh, Emrozi i tha me qeu ti je tradhtar, je poliagent se unë e disha. Se kështu ndodh ky mentalitet, është ky lloj kulture është në Shqipëri. Na vjen mirë apo s'na vjen mirë. Dhe jo pa qëllim them që kjo ka ndodhur në të gjitha partitë, dhe ndodh në të gjitha partitë. Nuk është vetëm tek PS-ja. Unë kam thënë një herë që kur të filloj të plasë PS-ja ka për të plasë më keq dhe do shkatërrohet më keq se PD-ja. Patjetër, e kam deklaruar këtë dhe do ndodhi. Por nuk jep rezultat. Nuk jep rezultat për vendin, nuk jep rezultat në të mirë të popullit. Këto janë ato përplasje që ndodhin brenda partisë. Mund ta dobësojmë partinë, mund ta bëjmë, por këto se kanë problem. Për sa kohë kanë pranuar që 45% e popullsisë të emigrojë, këta nuk e kanë problem. Këta mjafton të jenë në post, kaq e kanë këta deri këtu, po i hoqë do dalin kundra, do fillojnë të shajnë, do fillojnë të bëjnë. Nuk është pra edhe po ta lexosh atë të Elisës, nuk ishte asgjë politike, nuk ishte asgjë që të tregonte se po ti ishte ashtu duhet të dilte dhe deklarote 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra. Ai nuk thot asgjë. A priori gjitha. Të përgjithshme. Pa thënë asgjë. Pra flasim dhe nuk themi asgjë. Kjo është ai stili i propagandës të gjithë partive. Flasim dhe nuk themi asgjë. Kjo është stili Sorosit apo i komunizmit të Sorosit. Ta marrë se janë gjithë pjellë e Sorosit ta janë. Edhe Elisa pjellë e Sorosit është, nuk është në i gjema. Pra këta kanë atë që flasin dhe nuk themi asgjë, po vetëm flasin. Për t'i mbushur mendin njerëzve që ne flasim. Po se çfarë thonë, se çfarë bëjnë, nuk kanë asgjë. Nuk ka rëndësi.
Madje kur ka bërë statusin e parë Elisa Spiropali, bashkë kemi qenë, kur kam thënë ja ka shkruajt Familja Xhava se ajo të statusin nuk i ta shkruajtësh. Pra, është kthyer në një përdorimshe. Kaq. Zoti Merkoçi, si e pat marrëveshjen që u arrit në prani të zotit Rama dhe ambasadores greke, ambasadores së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Greqi, lidhur me energjinë? Pra, çfarë ishte kjo marrëveshje dhe për çfarë na hyn punë? Ajo është një marrëveshje e cila nuk është sot, është një marrëveshje e cila vjen nga Emiratet e Bashkuara Arabe, vjen në Izrael, nga Izraeli vjen në Qipro, nga Qipro në Greqi, dhe nga Greqia në Vlorë, nga Vlora del në Itali. Është një gasjellës dhe një kabël elektrik i cili do bëj të mundur furnizimin e energjisë e Europës, qoftë me gaz, qoftë me naftë dhe me energji. Por një projekt i cili më tepër më duk si një show se sa një realitet, për të vetëm arsye sepse me ndërhyrjen e Turqisë ai gasjellës nuk do bëhet, është ndërprerje. Madje në fillimet e saj, po ti referohemi pak më përpara kohe, në fillimet e punimeve që ka bërë për këtë gasjellës, ka pas edhe një korrupsion masiv, pra ne dhe u ndërprej punimi i tyre, se ka pas një korrupsion masiv në fondet e vjedhura për këtë gasjellës. Por ajo lufta që është në Irak, në Iran, nuk do ta bëj të mundur, do të këtë lloj lidhje të gasjellësit, pasi vendet arabe nuk do të pranojnë kurse që robinetin e naftës ta ketë Izraeli. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit.